Bismillahirrahmanirrahim. Pejgamberi Allahut nuk është kon njeri që të keqen e ka kthy me të keq. Natyrën e tij është kon që edhe kur I ka bën njeri keq, ja ka kthy gjithmonë me të mirë. Kështu është kon pejgamberi son, për çata e kanë ndesh krejt. Për çata është kon I afërt në zemrat e njerëzve. Sa është kon pejgamberi son Mekë kur muslimanët ishin dot, s'kishin fuqi, nuk kishin pushtet dhe njerëzit I pabesimtar I maltretojshin, I omerrshin pasurinë, I vrojshin, ju bëjshin të këqija. Një ditë pejgamberi son shefi I madh mu fal shtëpinë e Zotit në Çabën, shtëpinë e parë që Allah e ka thënë për muslimanët këtë tokë. Pejgamberi pi thot atij që I kishte qelçat e Çabës, isha një jo musliman, Uthman ibn Talha ka pasur, e pi thot pejgamberi son thot o Uthman thot am jap qelçat, thot ti fali 2 rekate në Çabë, pi thot jo s'tja. I thot po ish 2 rekate ti fali. Thot s'jap kur. I thot pejgamberi sa më Uthman, ndoshta ka marr dita që ku mi pasën e qelçat e Çabës në dorë, e tani qysh ka me kon puna. Qysh apo I thot, nëse vjen thot që ditë që ti mi pas qelçat në dorë Çabës, thot për mua më mirë është me kon dhej se sa me kon I gjallë. Diçka që se paramendoj që hiç Uthman ibn Talha që mundet me ndodh ky sen. Edhe mbas një kohë, mbas disa vite, kur muslimanët vinë edhe shlirojnë Mekën, pejgamberi alayhiselam kur hyn Mekë tash afrohet te Çabja edhe po thot ku është Uthmani, tash ky pranon Islamin, ky që më herët I ka pas qelçat e Çabës. Thot ku është Uthmani, thot çon I dërgumi I Allahut. Thot atë më vjen qelçat e Çabës. Tash musliman të fortë, fuqishëm. I thot po shkoj te shtëpia o I dërgumi I Allahut se I kam qelçat në shtëpi. Kur shkon te shtëpia I thot nonës më jap qelçat se po duam ja çu Muhamedit. I thot nona, atë kujtohet çat ka thon Muhamedi para sa vjetë që ka me orë dita që ka me ti marrë qelçat. Edhe tash nona me birin pe diskutojnë, a mi dhon qelçat apo mos mi dhon. Kur e sheh pejgamberi që po vonohet, nuk pi bën qelçat, I thot pejgamberi sa Omerit thot o Omer, shko thot edhe merr qelçat. Edhe Omeri më ne si shkon Omeri, si janë në zonin Omerit, Omerit ju kanë tut ke. Si janë në zonin Omerit, më ne herë nona jap qelçat djalit, thot jep ja qelçat më ne. Tash kur I ardhën qelçat në dorë pejgamberi son qelçat në dorë te qyr Uthmanin, po thotë Uthman. Atë kujtohet kur kum thon që ka marrë dita që kum I pasën e qelçat në dorë Çabës. Po thot migja e pejgamberit Abbas. Që thotë dërgumi I Allahut, a mi mu qelçat ti marr. Pe qyr pejgamberi sa Abbasin migjen e vet pi thot jo Abbas. Thot kjo ditë është ditë e faljes. Kjo është ditë që duhet njerëzit mi amnistu. Po thot Uthman, I ke boj dhe sot qelçat edhe sot janë tut edhe do t'i mban ti dhe familja jote pasasit e tu deri në ditë kiametit dhe nuk ja u merr qelçat juve përveç një tiran, një zullumçar. Thot e keni pas këtë nder edhe keni me pas hale. Edhe prap pejgamberi sa më ja kthen qelçat atina. Subhanallahu sa I mshirshëm, sa I but, sa falës është kon pejgamberi alayhis salam me njerëzit edhe kur I kanë bo keq. E lemo ata që I kanë bo mirë, çfarë sjellje ka pas me ta. Allah na bashkof në xhennet me ta, ya Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.